Rrugët kryesore të Teheranit u mbushën nga mijëra qytetarë gjatë një ceremonie madhështore mortore për 60 viktimat e sulmeve ajrore izraelite, që përfshin figura të larta ushtarake dhe shkencore të Iranit. Kjo ishte ceremonia e parë publike e këtij lloji që pas përfundimit të një armpushimi 12 ditor mes Iranit dhe Izraelit. Ndër viktimat e nderuara me ceremoni shtetërore ishin dy figura të larta të Gardës Revolucionare. Të dy së bashku me disa shkencëtar bërthamor, 4 gra dhe 4 fëmijë u përcollën për në banesën e fundit nga turmat që mbanin flamuj të zi dhe portrete të viktimave. Transmetimet e drejtë për drejta nga televizioni shtetëror iranian shfaqën qytetarë të shumtë që brorisnin kundër Izraelit dhe kërkonin hakmarrje. Për të mundsuar pjesëmarrjen masive në homazhe, autoritetet iraniane mbyllën institucionet publike dhe morën masa të rrepta sigurie. Qeveria iraniane i ka shpallur të vrarët dëshmor, duke konsideruar humbjen e tyre një goditje të rëndë për kapacitetet ushtarake dhe strategjike të vendit.